Ata merr menja me vendos fëmin tën me një billboard të madh midis qytetit. Pa e pyet edhe pa menu se kush po e sheh. Po sa herë që e poston një foto të fëmijës tën në media sociale, ti je tu e bo pikërisht të njëjtën, sikur me e qit në billboard. E dim që nganjëherë është kogja vështirë me rezistu mos me postu fëmin tën në media sociale. Po e dini se çka mundet me ndodh nëse veç i ndani ato foto. Mundësia më e frikshme është kjo. Ato fotografi mund me ra në dur të kriminalëve, mund me u postu e ripostu në faqe të pedofilëve, ose të keq përdoren në mënyra shumë shqetësuese. Mundet me ndodh edhe vjedhja e identitetit të fëmijëve, që në disa raste mundet edhe me u keq përdor. Përveç ndikimit të jashtëm, kjo mund të ndikojë edhe te vetë fëmijët. Fëmijët mund të gjejnë fotografi të njëri tjetrit në profilet të prindërve dhe t'i përdorin ato për me u tallë me ta. Fotografitë mund të dalin edhe jashtë kontekstit. Për shembull, vite më vonë, ato mund të keq përdoren për ata fëmijë që mund të kenë pozita të larta në shoqëri. Studimet tregojnë se nëse një fëmijë rritet para kamerave me fotografi, ai në të ardhmen do të mendojë se vlera e tij varet vetëm nga pëlqimi i të tjerëve. Madje vetë Mark Zuckerberg në vitin 2023 kur e postoi një fotografi me familjen, ai fëmijëve u ambuloi fytyrat me emoji. Një praktikë kjo që secili prind duhet ta ndjekë. Një tjetër studim paralajmëron se gjurmët digjitale të fëmijëve që krijohen pa dijeninë e tyre mund të ndikojnë negativisht në vetvlerësim, si dhe në mundësitë e tyre në të ardhmen. Prandaj prindër keni kujdes. Çka postoni? Me kë e ndani atë dhe pse po e ndani? Sepse jeni duke ndërtuar një identitet digjital për ta, pa qenë ata të vetëdijshëm për të. Për video edukative të tjera si kjo, mos harroni me e bo subscribe hibridin në YouTube.